t'i bindin që të korrigjojnë disa nga këto meta. I tha këtu që do dali si justifikim faktori kohë. Faktikisht do dali. Do nuk jam me atë që është gratë kohë, po fundit edhe kohë pak të vjen tani, sepse edhe 8 muaj vjen zgjedhjet. Kështu që sipas meje, unë do gjykosha që nga gjithë ata që ne pretendojmë për korrigjimin e kodit zgjedhor, duhet të puntohemi në 2-3 pika kryesore, të cilat kanë shumë mundësi që të korrigjohen. Edhe për të cilat opinioni publik shqiptar është shumë i ndjeshëm. Sepse në fundit deformohet vota atyre siç thash. Dhe ajo që është kryesore është numërimi i votave. Si dhe mënyra e zgjedhjes deputetëve. Deputetët emërohen edhe nuk, sidomos partitë e mëdha, edhe nuk zgjedhen. Kështu që ne kemi ngulur këmbë që listat të jetë hapura, edhe unë mendoj që ne duhet të ngullim këmbë prapë. Në mënyrë që çdo njeri nga ne, edhe ne që do jemi kandidat për qytetarë me partitë tona respektive, duhet të konkurrojmë me të tjerët dhe jo të kemi të emërori para e 2 ditë tretë. Dhe ajo që është më e rëndësishme është mënyra e numërimit të votave. Për këtë të paktën unë gjykoj që maggioranca, se nuk besoj se kjo është edhe në favor të opozitës, sepse u tha që 2 partitë të mëdha nuk kanë interes, besoj se opozita në këtë rast ka interes që mënyra e numërimit të votave të jetë sa më e ndershme. Sepse dihet që ndikimi i një qeverie ka një përqindje të caktuar nëse vazhdon të bëhet në të njëjtën mënyrë numërimi i votave. Fatikisht, partitë e vogla s'kan as vëzhgues, as numërues, që i thënë fusha jote, topi jote, arbitri jote, po çfarë dush. Kështu që ne jemi, të gjithë ne jemi këtu, jemi në mëshirë të mënyrën se sa i ndërgjegjshëm pas ka qellu ky lloj arbitri, pra ky lloj numëruesi apo ky lloj vëzhguesi, për me i numëruar votat edhe për me çuar të kur takojnë. Eksperienca ka treguar që s'kena gjetë shumë gjyqtar kaq ndershëm. Kështu që unë gjykoj që ne së bashku duhet ngulem këmbë patjetër minimalisht të zgjidhim problemin e numërimit të votave. Ose nëpërmjet asaj që tha zoti Kume, pra një administrate e cila zgjedhore, e cila nuk ka ndikim politik, modalitetet si bëhen ka specialist që realizojnë, dhe këtu nuk mund të ketë justifikim me faktorin kohë, sepse për 8 muaj kjo realizohet, ose minimalisht numërimi elektronik. Sepse është një nga vetët vende në Europë që kur bëhen numërimit e votave, duket, më falni, po si ku ka ndodhur një mort, 2 ditë, 3 ditë, një ditë pa gjumë, pa bukë, në vende të tjera nuk do kështu. Pile kur ka zgjedhje nuk bie fare në sy. Pra në vende se u fol për vende bashkimit evropian, përkundrazi ka zgjedhje, ka qellu që kemi qenë turistë në këto vende në momentet e zgjedhjeve dhe rastësisht kemi marrë vesh që ka zgjedhje. Por në Shqipëri duket sikur është fushata korreshire në kohën e vet, ose lart këto ka bëva kënë në mort. Kjo është e pa justifikueshme. Domethënë vazhdojmë punojmë tokën me paramend në një kohë që kanë dalë makineri sofistikuar që bëjnë një të punë që bëhet paramenda 10 fish më pak në kohë. Unë ngul këmbë te krasi në bëjë se punët unë jam viktim zanat diagram. Tash unë ngul këmbë, nuk di se sa i saktë jam, që të mos shpërndamin e kërkesat tona në gjithë ata që kemi paraqit para 3 muajve vërtetësisht që zoti Meta, sepse nuk e realizojmë dot, por tregohemi çik më, si më thon, më pragmatist, edhe nga ato që ne mendojmë që ka kohë të realizohet, minimalisht do të jetë problemi i numërimit të votave. Kaq që shumë